Në Shkodër organizua konferenca shkencore kushtuar dy figurave të quara të franciskanizmit shqiptar, Atë Bernardin Palaj dhe Atë Justin Rota, studiues dhe profesor të njohur nga fusha ndryshme të gjuhësisë, letërsisë, historisë dhe kulturës shqiptare, nxorën në pak kontributin që patën këto dy klerik në letërsinë shqipe, gjuhësinë, folklorin, historinë dhe identitetin kombëtar. Të guvernën nga përvitnin franceskane, as pak nuk e kanë vështirë vepra në gabimet e bame, jo me qëllim të keq. Janë shembull për çdo kohë dhe çdo detyrat. Shembull pra në kohën kur kanë vepruar, por shembull edhe në kohën e sotme. Me këto tre raste, shifet se fretin të asaj kohe, sa të vojtë kanë kenë në gjana të mëdha, e sa të mëdha kanë kenë në gjana të vogla. Kjo lloj sjellje bazore të përvojtnin e tyre, që është detyrë i parë me kristianizëm dhe shembull i franciskanizmit që të votës së sotme aq shumë. Hetusja asaj kohe, Mesi Kopalli ja paraqet figurën e diktatorit, i thot: "Ky është zotnia e Zoti juaj." E i përgjigjet aty për aty ndëllimet mëdha, i thot: "Aja është zotnia jot, Zoti jam është në qiell, e ai s'm ka mësuar kurr mi bë keq kurkuj, por me i dash gjithkend." Ky ishte Atë Bernardin Palaj. Ndërkohë për arqipeshin e Shkodrës, Giovanni Peragjine, duhet vjuar puna për të botuar të plota veprat e këtyre dy personaliteteve si një kontribut për kulturën dhe vetëdijesimin e identitetit të popullit ton. Atë Bernardin Palaj e ka njohur shumë mirë karakterin, cilësitë, virtytet, gjendjen shpirtërore, atë kulturore, psikologjinë dhe historinë e popullit shqiptar. Mund të shtojmë tre aspekte të përmasës së jetës franceskane e karakterizon eksistencën e tij: qëndrimi me popullin dhe kontakti i drejt për drejt me ta, vetmia dhe puna. Si e dim të gjithë, u martirizua i ri në moshën 52 vjeçar në konventin e Freterve të Gjuadolit ka sistemi komunist. I shkaktoi shumë tortura të mërshme sistemi i asaj kohë dhe nuk e kursyen as pak për kontributet e tij atë detar. Padre Justin Rota, një tjetër personaliteti i urdhrit franceskan dhe i kombit ton. Vepra madhërore ishte gramatika e gjuhës shqipe e vërejtje gramatikore. E levroi me mjeshtri dhe prej një shkencëtari të vërtetë gjuhën shqipe, duke lartësuar në vlerat më të larta të saj. Punoi me makinën e tij daktilografike deri në javë përpara se të ndërronte jetë. Një mësim për ne se si të përdorim mirë kohën tonë dhe mos të dorëzohemi përpara sëmundjes dhe vuajtjes. Një pjesë e konsiderueshme e krimtarisë së Atë Bernardin Palaj dhe Atë Justin Rotës është botuar nga provinca franceskane, por mbetet prapë për të botuar. Është në të mirën e të kulturës së sonë që të vjohet me botimin e shkrimeve të këtyre dy personazheve për të zhvilluar kulturën tonë dhe për të vetëdijsuar identitetin e popullit. Atë Bernardin Palaj u shpalli lumë në vitin 2016 nga Selia e Shenjtë. Ai është i njohur për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në mbledhjen dhe studimin e folklorit shqiptar, veçanërisht e eposit të Krishnikëve. Pas vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri, u arrestua dhe u torturua. Ai vdiq në burg në vitin 1947 duke lënë pasi trashëgimi të pasur kulturore, ndërsa Atë Justin Rota dha një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e gjuhës shqipe dhe studimet filologjike. Edhe pse ishte një figurë e rëndësishme akademike, gjatë regjimit komunist u përsekutua dhe u përjashtua nga jeta akademike.